Thotë Frank Zappa i gjotë bukur fare, thotë. Qose ti do me bo muzikën e shpirtit, thotë, i ke puno aty lavazhier. Nuk është legët. Edhe bëj muzikën të atë, puna që vej moment që ti lodhesh duke investuar për ke muzika jote, se nuk është se unë e kam njës 30 vjeç. E kam njës që 7-18 vjeç me bë këtë punë, që është momentin që lash futbollin, se ishte edhe si tip terapie që bësha me veten duke bë muzikë. Që në barin, 97-98. Edhe kur ti investon që bëj punë dytë, gjithkohës, dhe investon për i gjë që nuk të kthen mrapsh. Asgjë, është thjesht mushje shpirti. U mush ka shpirtit, ku shko ka 36 vjeç. Bravo, do kush të barku. Pragmatist Robi. Se Robi ka qenë me blej motor, ka qenë me boj udhtim, ka qenë me krim familje. Dhe nuk mund të fuzi gjithë lekët e punës vet, i fuzi vetëm duke bë këngë, duke vetëm investim. Pastaj është për të drejtit çka, vështirësia jon ka lindur edhe sepse themi realitetin, edhe publiku në Shqipëri ka marrë një orientim dhe një dëgjim të një lloji muzike që nuk e diskutoj, po unë këtu jetoj dhe këtu mund të testoj nga afër se çfarë ndodh. Dhe disa herë ndihesh dhe i papërshtatshëm për çfarë masivisht dëgjohet apo pëlqejet. E ti thua, unë këtë gjë nuk e bëj dot. Unë nuk jam këngëtar për shembull klabesh, që të dalë me superpozim apo deri diku të rishi këto standarde që janë krijuar këtu. Deri diku ne me Renisin e kemi diskutuar këtë gjë. Deri diku fajin e kemi edhe vetë, se nuk kemi prodhuar shumë. Po, është edhe vërtet. Kjo është, domethënë, ato janë që gjithkohës ato prodhojnë këngë, e dinë se këngët e veta mund të jenë këngë fast food, të cilat mund të dëgjosh një javë, mund të dëgjosh një muaj dhe pastaj do të bësh se s'bën këngën tjetër sepse do ta mbash publikun e karikuar. Ne këtë gjë nuk e kemi, ne mundohemi të bëjmë këngë evergreen, dhe të nxjerrim këngë në vit. Ky është budalliku jon pastaj, se sa më shumë prodhosh, sa më shumë shohin njerëz në televizion, ti e di shumë mirë se kena punuar në televizion bashkë. Sa më shumë të shohin njerëz në televizion, aq më tepër do ta vlerësojnë, imponosh dhe do të vlerësojnë edhe artin tënd. Çfarë do lloj gjëje të bësh ti? Imagjino që paralel me ty janë edhe 20 kolegë tjerë që bëjnë të njëjtën gjë. Kjo është. Vjen si një ushtri që i shkon publikut, i serviret me diçka ndryshe. Ndoshta ndryshon. Kjo duhet bëj gjithmonë, pra kemi fajin dhe vetë. Domethënë si shoqëni, ne si shoqëni e kemi dhe e dim që është dhe kjo pjesë, sigurt që është dhe kjo pjesë.